Mirë se erdhët në një tjetër vlog. Neve po shkojmë tek Tegu sepse do blejmë një dhuratë për Kristalin që nesër ka ditëlindje. Që t'ja dhurojmë që t'arë të knaqet dhe të gëzohet. Ti gëzohesh kur të sjellin dhurata? Po. Të gjithë gëzojnë kur ju sjellin dhurata. Dhe ideja është që kam diçka në mendje, por tani mendova dhe diçka tjetër, sepse ata do marrin një mace të vogël. Edhe thash pasi kur t'i blejmë ca aksesorë kështu për mace. Nuk e di ose në gjë provojmë ne vetë. I don't know, do të shkojmë tani. Ku do ta blejmë macën? Atje ku vajtëm tjetër të dyqanin që e pam. Që thoni ju, ç'a kemi ne kemi një surprizë, por nuk ja tregojmë dot akoma. Ju nuk e imagjinoni dot se çfarë po e mbajmë sekret. Ju nuk e imagjinoni dot, nuk e di. Ju shkon në mendje ndonjë gjë? Duket burrima aty për 7 palqefe. Burra në rimo shpirt. Mi allakatur komplet sepse ju thash edhe tek vlogu i kaluar që Pieri do nisi parashkollorin, edhe kemi bler shumë mjete shkollore, edhe duhet i sistemojmë, duhet të ndrojmë çaça. Kemi shumë gjëra për të bërë. We love. Unë kam porositur një picë te Bella Napoli, më pëlqen ajo diavola shumë edhe më shkoi mendja dhe do ta haj. Sot ishim edhe tek puna e Ergysit me të gjithë fëmijët e punojësve të institucionit. Edhe kishin organizuar kështu një gjë të lezetshme dhe I like. Dje shkuan te ditëlindja, e kisha harruar telefonin. 0. Ndërsa nga fronti sourdough, si mi gjëkundi, nuk e di. Nuk po vjen fare. Kjo është dita. Ka ardhur një çik, ja. Nuk e di, nuk e kuptoj. Kur e bëra herën e parë, ndjeva shumë më shumë lëvizje, ndjeva shumë më shumë uri. Kjo ishte më uritur. Kjo kësaj radhe nuk është shumë e uritur. Mace ka mishtu me kapak. Ua, se të ngjit kjo shika hapur vinovilin. Të lutem laj duart, Pier? Laj se do ngjiten mami duart. Deri për vitri doja kemi dalë të bëjmë një bukë. Është nga Pepper Mayo. E kam prerë me gëshër poshtë dhe nuk e kam kthyer akoma se s'më ka dalë koha dhe nuk e kam veshur për jashtë. E kam veshur vetëm sot se më duhet të xhiroja diçka. Tregoj pak çfarë kemi bler për Pierushin për si back to school edhe të bëhemi zyrtarisht gati për Pieri, hajde pak. Ç'a do fillosh ti? Dëgjoni pak. Palla shkollor. Prit. Ç'a do fillosh? Palla shkollor. Si, qetësoj që ta dëgjojmë tamam, prit. Palla shkollor. Nuk thot para shkollor, po thot palla shkollor. Mos e ngatëro. Okej, kemi marrë një kulet si dinosaur që të motivohet pak dhe të mësohet me këtë rutinën e re, se që nga ky moment heqem edhe këtë. Nga ky moment për 18 ditët e ardhshme do jetë në një rutinë shkollore. Këtu do fusim lapsat me ngjyra, lapustila, goma, çdo gjë tjetër. Kemi marrë lapsa me ngjyra, kemi marrë nga këto ngjitset, çfarë quhen këto? Ngjitset. Nga këto ngjitse si buskuq. 2 copa, madje i heqim që ti. Jo, vino. Ja, një e fusim direkte. Ta fusim këtu. Ja, një këtu. Po. Kemi marrë pastaj një marker, këtë edhe na duhet edhe ne për shënimet tona. Pastaj unë kam marrë bojra akrilike, bojra ujë, bojra vaj. Kam marrë shumë gjëra të ndryshme sepse kam filluar të eksperimentoj pak me anart. Edhe i mora tu te kjo dy blok kancelari. Morëm një termos për Pierushin që ta ketë kollaj me këtu çuk që ngrihet edhe ulet. Kjo është kështu si gomin. Edhe këtë e kam marrë për anart, është si pinovil. Kemi marrë pastaj si bojra djamit, ishin shumë të mira, super të pigmentuara. Do kënaqemi me piktura, se do vi dimri. Çfarë do bëjmë ne? Për të pikturuar, pra se Pieri për momentin fokusin dhe gjën që ka më shumë qef aty e ka. Lapsa si lapsa kështu. Edhe një blok për të pikturuar. Tani duhet të sistemojmë sepse kemi realisht shumë punë për të bërë, po
S'po e marrë me vete se apo keni qef? Para shkollor. Bravo, para shkollor. Para. La 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 la. Koala, shko që kemi bërë kokoshka. Easy peasy lemon squeezy. Vlem këtë të Rosmani. Hodha gjalp edhe kripi, hodha këto janë bërë të shkëlqyera, tani të marri mami një kështu. Marri një kështu. Hajde, erdha. La 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 la. Ta provoj një? Provoj. Si janë? Mira. Your Majesty, your love. Sure. My wish. What an awful situation. Sot është e dielë mëngjes, do bëjmë mëngjesin dhe sot është freskët për jashta dhe do bëjmë hot chocolate. Kemi marr bacon, kemi avokado, kemi qumësh, kemi ves dhe ky do të mëngjesi jonë sot. Për drek do bëjmë thjerza. Marrë do të stërvitem pak dhe do filloj direkt me barkun. Extend the left leg. Good. Challenge yourself. See if you can lean back a little bit more. Good. Open and long through that upper body. Detyruam edhe burrin të vitës të vitit. Shumë e pijama exercise, and then we proceed on to Se unë mbarova exercise të number mia. 2. So go ahead and grab a pair of dumbbells and push using 20-pound dumbbells in this video. Anywhere between 5 to 20 or 30 pounds should be good enough for this workout. So go ahead and grab yourself. Sa mirë ndjehem tashi? Këtë javë do stërvitem çdo ditë dhe është premtim, pinky promise. O zot, qa jave, qa muaj ka qenë sa po kam dal nga provimi dhe nga ky provimi I fundit që kam sa herë jam futur deri tani bie ky është hera e tretë që po tentoj, është elektroteknik dyshi, who knows, kush e di, kush ka qenë në përdegët e inxhinierisë, sidomos këto telekomi, elektronika, informatika. Edhe thash sot, edhe nëse nuk e marr këtë, nuk diplomojmë dot. Dhe pastaj bie që të bëj një vit pushim dhe pastaj ta provoj sërish, por nuk e di. Se do t'ju flas më gjatë kur shkoj te shtëpia, u nisa sot në mëngjes në provim, nuk e di çai ka ndodhur asaj të biçikletës, gomës, ishte shkryr. Mal që gjeta një taksi të lirë që e mora edhe mbërrita në kohë. Tani po shplodh pa kostat. Tani po më dhëmi dhe këmbët edhe duhet të eci avash. Po fillim të kalojmë një grup turistësh. Tani jam shumë e lodhur, nuk e di fare sa është ora. Allah shkofimi qik. Okej, një orë 10:35. Perushi ka filluar para shkollorin, dje ishte dita e parë, shkoi shumë mirë dhe kur unë them që siç e kam parë, isha gjithkohon në stres dje, sepse do t'ju a them pastaj pse, por një stres ekstra ishte dhe do kishte ndenjur Perushi, se më sere, kalamaj të rinj, doli aq I lumtur në fund sa nuk ju a shpjegoj dot. Sot nuk e di si I ka shkuar, se e ka quar ai. Po unë tani po shkoj ta pyes si qysh tek.
Nëse se s'dua që t'ju flas vetëm për strese, shikoni çfarë kam bler. E dashuroj. Aparati që unë kam tani dhe që po xhiroj për juve është Sony dhe kam bler këtë Sonyn tjetër, këtë kamerën që është komplet kështu early 2000s, fillim vitet 2000 dhe është për foto, edhe shkoni t'ju bëj pak një foto. Një sekond, qesh një pak? Sa bukur keni dal! Është shumë i bukur, është kaq i vockël, praktik. Që, edhe fusim këtu. Ja dhe kjo fletoria që do më dali dhe në ëndra. Edhe në ëndra do më dali. Ka që isha dhe erdha tek Elona, bëra edhe thonjë, i bëra kështu si perla. Më kishte marrë malli të bëja kështu të thjeshta se të kuqet i mbajta më shumë se ç'duhet. Tani do ikim në shtëpi avash dhe pastaj të ikim të marrim Pierushin. Ai që unë bëj thonjt është direkt te stadiumi Dinamoja. Këtu. Tregoj. Kjo lagja direkt te ku ka pas qenë altari. Këtu. Hello. Unë ju përshëndes, sot është shivene. Jemi në plazh, është data 13 shtator dhe kemi ardhur në Dërmin. Unë nisëm dje në fakt pas punës së Ergysit. Edhe mund ta kishim shtyrë se unë jam dhe ndjehem një çike bllokuar. Po nuk kam as temperaturë, thjesht më ndodhi dhe që më thye një dhëmbau kështu nga hiçi. Shenjat e plakjes. Edhe bëra një grafi, ajo ishte pak e infektuar, por jo aq sa për të marrë antibiotik. Ju e dini unë jam shumë kundra antibiotikëve deri në momentin që situata, domethënë gjithmonë duke u konsultuar me mjekët përkatës, se kush jam unë fundja të marr kështu vendimesh, po më ka rastisur që dhe mjekët që unë jam e lidhur janë gjithmonë në të njëjtën linjë. Do me thonë që i marrni vetëm kur duhet dhe nuk mora. Do të shkoj të hënën tek doktoresha ime te dentistja dhe ta hapim, ta shohim dhe nëse duhet të marr pastaj do ma thot ajo. Tani nga klipi i fundit deri më sot ka shumë ditë bosh, shumë ditë bosh. Kam kaluar një javë ca në një stres të jashtëzakonshëm. Kam bërë në një story të voskëm shumë në Instagram dhe nuk e kam cekur shumë se më kam shumë dëshirë që ta mbaj shumë light në Instagram, se fundja është edhe për mua tani Instagrami është mjet pune, në sensin që kur ti punon me një platformë, atëherë duhet ta lësh hallet më njanë. Nëse bën ses. Ndërkohë YouTube është tjetër histori. Prandaj YouTube-in e kam shumë më personale, kam shumë më të afërt, ju kam shumë më të afërt, ose në Instagram jo, sepse u flas gjithkohës me mesazhe, kush më shkruan. Por YouTube është vendi ku ne bëjmë monologjet tona, ku ndajmë mendimet. Unë më së shumti dhe ju i dëgjoni, mendoni një lloj ose mendoni ndryshe. Dhe kjo është edhe e bukur e gjithë gjës, që të shohësh botën nga këndvështrime të ndryshme. Tani, po ju kthej pak pas në kohë, domethënë, këtë verë kam pasur sa shqetësime me këtë gjirin e majt dhe nuk e kam shprehur normalisht, madje nuk kam dashur madje që t'ja thoja vetes time ta mendoja këtë gjën, sepse nëse më njihni mua dini që është një ndër temat që unë bëhem me ankth të jashtëzakonshëm dhe nuk po guxoja dot as të lija të bëja një vizitë deri kur shkuam një herë nëpërmet, nëse ju kujtohet, dhe takova dikë, një njeriu ton që e fejuar e vet i punonte tek një klinik ku punonte mjeku që unë kam bërë dhe një ekogjiri para shumë vitesh. Pritëm derisa kishte një orar të lirë për mua dhe
të hënën që ka kaluar, sot është e shtunë. Kam bërë ekon. Kemi shkuar bashkë të 3. Dhe java që kemi pritur ka qenë literalisht e tmerrshme, duke bërë të gjitha skenaret në kokë. What if? Po nëse kjo frika që unë kam, po nëse kjo gjëja që po mendoj që aty nuk shkon diçka, po si kur të jetë gjëja që unë i trëmbem, edhe po mendoja të gjitha skenaret dhe po mendoja si do ishte jeta nga i moment e tutje. Do me thënë, nuk mendoja dot kurse si që gjërat mund të jenë ndryshe ose mirë, sepse truri im kalon direkte në një modalitet mbijetese, kur bëhet fjalë për shëndetin dhe mendoj gjithmonë më të keqen, dhe këtë e bën që të më mbrojë, të më përgatisi mua për çdo lloj skenari të mundshëm, dhe është aq konsumues, do me thënë është një ndër problemet që unë kam të përditshme, dhe nuk e kam vetëm për vete, e kam dhe për njerëzit që dua. Gjëja e parë që më shkon në mendje është jam shumë fataliste kur vjen puna tek kjo histori. Atë javë jemi munduar të mos e mendojmë shumë, edhe pse ishte një çik e pamundur, të jemi sinqert, por ja dolëm, edhe het që po është ndërprerë në mes një nga klipet e mia, do të thotë që bateria ime ka marrë fund. Jam në shtëpi, është e martë. Tani. Mezi flas sepse kam bërë një ndërhyrje të vogël te dhëmballa. Po do t'ja shpjegoj më vonë, thjesht do t'ingëlloj pak e çuditshme sot, sepse realisht mezi flas. Më duhet të marr një pasqyrë, nuk e pas kam ku një pasqyrë. Wait a minute. Papa realisht më heq komplet dëshirën për të marrë me gjëra. Arsye pse po flas kështu është sepse shkova të hënën dhe u morëm totalisht e pastruam të mballën dhe e kemi lënë në gjendje të hapur për të parë nëse do më japi dhimbje. Do të thënë, kemi ndjekur një protokoll bashkë me doktoreshën dhe më kape gjua tek një pjesë të mballës dhe mezi flas, sepse ma grit. Edhe jam e qik në siklet, por edhe pak ditëre do të urojmë. Doktori hapi... Nga është telefoni. Kur doktori hapi derën e sallës që unë isha, e dhomës që unë isha, po fliste dhe po regjistronte diçka, ose po dërgonte diçka, një mesazh zanor, për diagnozën time. Gysi që s'po merrte vesh asgjë dhe ishte fiks aty përballë. Edhe ndërkohë ai më kishte thënë që është çdo gjë okay në këtë moment, nuk ke pse të bëhesh merak, sepse unë po i thoja, a do ishte zgjidhje sikur unë të bëja një double mastectomy, pra që të hiqet të dy gjinjë thjesht për ta hequr këtë rrezikun. E pse tha jo. Atë mund ta bësh ta thjesht në një moment kur ti ke historik të vazhdueshëm familjar ose ke atë mutacionin genetik që ke probabilitet për të prekur nga kanceri i gjirit, por ose je duke u trajtuar. Por në këtë pikë jo, tha, sepse ne mund të smuremi çdo ditë dhe mund të smuremi në çdo pjesë të trupit, so nuk ka sens. Dhe ai është shumë i mirë, doktori. Ndërkohë Ergysi, pikpamja që Ergysi kishte pasur, tha Dana, më ra gjakun në fund të këmbëve, sepse nuk po kuptoj asgjë se çfarë doktori po thoshte me vë. Dhe tha më ra pika. Asha të ditë edhe doktori që nga ky moment realisht do filloj të jetoj, por ama duhet të bëj kontrole të shpeshta, për të qenë e qetë dhe sigur, por edhe për të ditur se tani you never know. Ishte një hap që unë, kush më njeh e di se sa vështirë e kam pasur, edhe fakti që e bëra ishte, do të thotë, shumë për mua. Nuk e di. Kam qenë realisht shumë e stresuar, plus pjesa e shkollës, ende nuk e di nëse kam marrë provimin ose jo. Dhe i kam çuar profesorit tim projektin, që nuk e dim nëse do ta finalizojmë ose jo, sepse jeta varet nga ai provim. Edhe unë e takova dhe i thash që
Ja shpjegova situatën time dhe ai më tha qartazi nuk më intereson. Dhe e kuptoj, tash e kuptoj. Dhe me thënë unë kam arritur në një pikë, kur arrin një pikë evolimi qofte edhe emocional apo shpirtëror ti, arrin të kuptosh edhe kur dikush tregohet i keq, po them se gjithë e mira dhe e keqe janë gjithmonë relative, se çfarë mund të jetë e mirë për mua mund të jetë e keqe për dikë tjetër edhe e anasjellta. Dhe unë, edhe pse ai kur i futa te zyra mi që nuk lëshova kokrën e lotit aty, prapë e kuftova. Realisht nuk ka pse të interesoj situata ime. Dhe me thënë, kam arritur në një pikë që zemra ime thjesht nuk mbani na. Dhe me thënë, duhet jetë lidhja shumë e ngushtë dhe duhet të më lëndosh në një pikë që mua vërtet më dhëm, që unë realisht, që zemra ime, dhe me thënë të thyet, po për ndryshe, it's okay. I lë gjërat të shkojnë. Edhe bëj paqe me këtë gjë dhe nuk ka gjë më të mirë se sa të bësh paqe me gjërat. Nuk ka gjë më të mirë, nuk jetohet duke u mlefosur, nuk jetohet me krahasimet përditshme. Unë kam qenë në fat që karakteri im ka qenë i tillë që ma ka bërë të thjesht jetën në një farë pike, sepse gjithmonë jam fokusuar te gjërat e mia. Dhe nëse e krahasoja veten time dhe e krahasoja vetëm me versionin e mëparshëm timin, asnjëherë me njerëz që nuk janë unë dhe nuk kam pasur të njëjtën rrugë tim si unë. Se çfarë sensi ka? Ti nuk mundesh ta krahasosh veten me një rrugtim që as nuk i afrohet atij tëndit. Kështu që nëse do krahasosh veten, bëje vetëm me versionin e mëparshëm të vetes tënde, për të kuptuar nëse ke përparuar, nëse e përmirësuar. Ti ngëlloj çuditshëm, I know, Varja, edhe kur po i lexoja Pierit librin e darkë, tha, mami lëre. Mami lëre se nuk u bezdis praktikisht. Tani kam bërë një liblerje unë, do t'ju tregoj. Njërën do t'ju tregoj tani. E kam këtu. Ja, ta hapim. Rositur 2 filxhana për kafe. Këtë dorën e kam akoma me blushin edhe me bronzerin, po do ta laj për pak sa po të hapim këtë pakun, se Ergysi po pret që ti shofi këto. Këto janë 2 filxhana kafe që unë i kam porositur tek një biznes që është në Kosovë, që quhet Dhe by Granita. Këto filxhana sa e shkojmë neve në Dërmi dhe rrim atë tek Sea Apartments, janë atje dhe pim gjithmonë kafe me ato dhe we love. Kushtuan bashkë me postën 45 euro. Nuk është një çmim i lirë, por është një gjë handmade dhe unë e vlerësoj pafund shumë. Kam pëlqyer gjithmonë shumë, okay. Nuk e di çfarë ka dërguar tjetër, sepse unë kam bler vetëm 2 filxhana, por e hapim bashkë. Po e lë këtu këtë që të bën një çik kështu ASMR. Nuk e di. Okay. Oh, sa bukur! Është kjo këtu dhe është edhe logo e biznesit. Okay, ka të guardato il figurato proprio. Kam edhe disa të tjerë, po ata më ka marrë Pierushi, të ishin goxha të vegjël nga Ledi. Po ta të një vide shumë emocionale me këto, janë shumë. Tani do pim cappuccino. Made in Kosova. Edhe është edhe letra këtu. Tani më kam në një tjetër që në të pa. Jo. Ja që a tregoj pak edhe nga sipër. Që a tregoj Ergysi se po pretaj.
Më bërë edhe ca ndryshime këtu tek dhoma, por do t'ja tregoj pak më vonë pasi si të vendose edhe dy piktura nga antike vintage, që do t'ja tregoj shumë shpejt. Dhe unë kam shumë vap. Kjo periudhë ka qenë aq sa stresuese dhe shumë çliruese, sepse në këtë moment që jam të mbaroj edhe këtë të shkollës dhe pastaj do fokusohem totalisht te biznesi im I vogël, që ide dhe shumë plane që kemi kohë që I zhvillojmë bashkë me Ergysi, sepse jemi të dy. Dhe avash do t'i vë të gjitha në vit, se mendoj tani është dhe periudha që unë frymëzohem edhe më shumë. Edhe faleminderit shumë që më prisni gjithmonë edhe me vonesat e mia. Ndjes për të folur në këtë mënyrë, por realisht, domethënë gjua kur flas, kam shumë për zemër, domethënë nuk di, çdo mesazh vdes për çdo mesazh që ju më dërgoni, lexoj gjitha komente, nëse nuk të përgjigje, më falni mua, do mundohem. Sa harroni ta mbështesni këtë kanal me një like, subscribe, koment, ta ndani me ndikë që mbase do t'i pëlqejë dhe mbase do ta shohë jetën në një këndvështrim tjetër dhe të kaloj, ku diun, disa minuta në një njeri që flet edhe tregon edhe ku diun, flet broçkulla, flet gjëra të bukura, çdo gjë që I vjen në mendje, se fundja gjithë qëllimi I kanalit tim është ky, të mos jem asgjë tjetër përveç se vetestime dhe do mundohem të arrit e vetja ime gjithmonë edhe më shumë, sepse perfeksioni nuk ekziston, por unë besoj tek përmirësimi I vazhdueshëm. Thënë këtë, po ju lë, ju kam shumë xhan. Nëse s'do arrit të diplomohem, varja. Thjesht do doja shumë që të arrija dhe po prap, edhe sikur të mos arrit ta marr këtë provimin, unë nuk do dorëzohem. Këtë besoj ke një vënë re. Unë tani nga zero prap, sepse ka mundësinë që punoj nga shtëpia dhe ka mundësinë e kohës. Dua të them këtë gjën që nuk ka arsye për të dorëzuar edhe nëse diçka nuk do shkojë sipas një plani të caktuar, sepse në fund të fundit nuk kemi dot çdo gjë në kontroll. Dhe jam shumë e lumtur që Pierre ka këtë shembull, nuk keni ide sa e rëndësishme është për mua faza e jetës që jam dhe Pierre është në një fazë që e kupton, dhe ky stad I jetës që kemi, që po zhvillohemi dhe po rritemi bashk, nuk e di. Okej, tani do t'ju lë dhe kujdesuni shumë për veten. E them sinqerisht, si një njeri që është hipokondriake dhe ka frikë edhe nga një kruajtje, pse po më kruhet krau, po që më mirë ta njohësh trupin tënd, është shumë e rëndësishme dhe lexoj gjithmonë nëpër internet një quote apo një thënie që thotë tani jam një prind dhe duhet të kujdesem për veten që t'jem aty për fëmijën tim dhe e di çfarë po më thoshte Pierre një ditë në darkë, pasi lexova prallën. Po më thoshte nuk dua të rritem. I thash lutem as mos u rrit fare sepse do kesh kohë të rritesh, tani më ke mua, tani ke babin, mundo vetëm të shijosh, mos u rrit. Dhe ai më tha, as ti mos u plak, stërvitu. Se I them unë gjithmonë që të stërvitem që kur unë të jem plak, mos të jem të eci me shkop, po të jem aty për ty. Domethënë, oh my god, domethënë, o zoti I madh, këta fëmijë, nuk di. A jetojmë këtë jetën se është një dhe vetme. Tani po iki, bolle zjata, ju kam shumë xhan, shifemi në vlogun e radhës. Ciao!